Kur për herë të parë Putini deklaroi që në konferencën e Meniut që ishte i ftuar dhe që tha ndaloni armatosin e vendeve anëtare të NATO-s që janë që kanë qenë ish anëtare të Tratatit të Varshavës, pra në lindje të Evropës. Që në atë moment Rusia ka nisur vëzhgimin e plot të armëve, të armatimit të doktrinave, studimin total të fuqive ushtarake të gjitha vendeve evropiane. Dhe në bazë të kësaj ajo ka bërë riorganizimin dhe ka nisur rimodernizimin e ushtrisë së saj. Kurse evropianët e kanë nënvlerësuar në çdo kohë Rusinë dhe vetëm në vitin 2022 kur Rusia ndërmori luftën, atëherë u zgjuan pjesërisht dhe atëherë filluan ta monitorojnë tashmë edhe ata po e monitorojnë veprimtarinë ushtarake të Rusisë dhe industrinë e saj ushtarake. Deri në atë moment e kishin nënvlerësuar në zero, pra thoshin s'ka mundësi, nuk e bën dot. Dhe tashmë kanë filluar, pra monitorimi është nga të dyja anët, nuk është. Kur pyetën Trumpin dje që i thanë që po ti çfarë koncesioni po i merr mbrapsh Rusisë me gjithë këto oferta që po jep në planin për paqe me Ukrainën, përgjigjja ishte po koncesioni më i madh që po na bën Rusia është që nuk po pushton gjithë Ukrainën. Ne kemi thënë në këtë studio, e kemi diskutuar pak shumë, nuk e pushton dot gjithë Ukrainën, nuk ka kapacitet për ta pushtuar gjithë Ukrainën, do të kemi një gjë parasysh që gjatë luftës së dytë botërore për të pushtuar gjithë Ukrainën, rusët ju duhet të përdorin dhe arritën të përdorin diku të rreth 1.700.000 forca. 1.700.000 në Ukrainë. Të mbështetura nga këto, pastaj nga diku të rreth 4 milion forca të tjera brenda Rusisë. Pra 1.700.000 në gjithë Ukrainën për të luftuar kundër Wehrmachtit gjerman. Edhe sot për të marrë Ukrainën, aktualisht kanë në Ukrainë 660.000 forca. Për ta marrë gjithë Ukrainën sot, i duhet 3 fishi këtij forcave. Pra i duhet diku të rreth 2 milion forca. 2 milion forca. Sepse ka ndryshuar teknologjia, pra në atë kohë teknologjia ishte tjetër, sot teknologjia tjetër. Sot për shembull dronët FPV, pra dronët e prodhimit të vogël që përdorin edhe fëmijët, ato dronë të vegjël, sot janë kthyer në dron kamikaz dhe pothuajse po zëvendësojnë deri diku artilerinë, dhe duke qenë se Ukraina ka mungesë të madhe të artillerisë toksore, të gjitha niveleve, pra të gjitha të artillerisë me rrezet mesme, me rrezet shkurtë, me rrezet gjatë veprimi, po i zëvendëson ato me anë të dronëve. Pra artillerinë është duke zëvendësuar me anë të dronëve. Dhe pra kemi një lëvizje tektonike të llojes të industrisë ushtarake dhe të nivelit të përdorimit të armatimeve ushtarake. Dhe në atë kohë për 1.700.000 mori Ukrainën, sot më e pakta i duhen 2 milion për ta marrë Ukrainën. Nuk i ka këto, sepse gjithë ushtria ruse ka 2.500.000 forca. Pra 2.500.000 forca në uniform që llogaritet nga ushtari deri te generali, dhe duke thënë që dhe në këtë ushtri prej 2 milion për 2.5 të jemi të garantuar që 500.000 janë administrat dhe logjistik, gati 700.000 janë në administratë dhe logjistik. Pra e ka të pamundur që ta marrë sot Ukrainën. Pra deklaratat e Trumpit janë deklarata politike për të justifikuar, thash, marrëveshjet e tij të fshehta që ka bërë për çështje të çmimeve në Krime. Pra ndaj po ofron kështu sepse po merr këto gjërat e tjera. Por unë po them që po merr pak për ato që po ofron. Prandaj edhe i ngul këmbën ata që duhet të kërkojë më shumë, duhet të fusi edhe Kosovën në këtë lojë. Pra ne duhet të ndikojmë që ta fusi të njohjen e Kosovës. Tjetër edhe Kosova atë dhe mbyllet kjo. Pse duhet të jetë Kosova tani? Po i kthejmë sërish dhe më fal që po të marr kohën kjo. Jo, patjetër. Pse duhet Kosova? Sepse e para mbyllet problemi me Kosovën, pra Kosova në rast se e njeh Rusia, automatikisht Rusia është antar i Këshillit të Sigurimit dhe po njohë Rusia në Këshill të Sigurimit e njeh Amerika ka njohur, e njeh edhe Kina dhe vende të tjera dhe Kosova bëhet antar e Këshillit të Sigurimit direkt e mbyll këtë proces. Dhe dyta, në momentin që Rusia e njeh këtë, automatikisht fusim një armiqësi ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Pra nuk ka më misimin të tyre. Por është edhe për shkak të kësaj njohje. Sepse është goditje direkt për Serbinë. Dhe Serbia mbetet aleanca midis Rusisë dhe Serbisë është e lëkundshme pastaj. Nëse merret ky vendim nga ana e Rusisë, po edhe sikur shkojnë në Këshill të Sigurimit, sikur Rusia thotë po ne e njohim dhe të shpallin njohjen e Kosovës në këtë rast, për shkak se ata po njohin Krimen, automatikisht do të kemi një prishje të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Rusisë. Po, ai është. Pra ne përfitojmë, ne në këtë mes ne jemi përfituesit më të mëdhenj nga të gjitha aspektet. Por ne po heqim dorë, pra po sakrifikojmë veten për shkak janë gjuma apo të fuqive globale. Jo, është ky servilizmi
Është ky servilizmi që ne kemi dhe heqja e kësaj që neve po zgjidhim probleme globale. Pra, ne nuk mund të zgjidhim dot probleme globale. Ne jemi një fije floku në këtë Dakor. Ne jemi një fije floku. Dhe ne duhet kujdesim për flokun ton. Ne nuk mund të hiqemi se neve sakrifikojmë veten për globin. Jo, ne nuk mund të sakrifikojmë veten për globin. Ndërkohë, Dritan, ndërkohë që diskutojmë gjitha këto, kemi lexova te Sunday Times, lexova që Mark Rutte thotë që tani më topi është në fushën e Rusisë për sa i përket negociatave të paqes. Si ta lexojmë Jo, Mark Rutte po do të mbuloj atë gabimin që thashë në fillim që bëri Zelenski, pra Zelenski në rast se do të kishte vajtur në Londër, pra do të theksoj takimin në Londër nuk u mbajt. Pra në rast se Zelenski do të kishte vajtur në Londër, do të kishte thënë që okej, parimisht jam dakord, parimisht. Po. Ka shumë gjëra për të diskutuar, po parimisht jam dakord. Po dua të dëgjoj çfarë mendimi kanë rusët. Atë moment do ishte në lojën në topin në derën e rusëve. Në moment që Zelenski vuri vizë kur i tha nuk ka jo vetëm Krimea, po asnjë territor nuk i njihet Rusisë, automatikisht topi nuk është më në derën e rusëve. Topi ka mbetur në derën e ukrainasve dhe ju ka bërë nder rusëve për këtë, sepse tashmë rusët do thonë, shiko, ne ishim të gatshëm, pra ne i premtuam, pra i premtuan të gjitha, dhe ne ishim të gatshëm për paqe. Është Zelenski, i cili nuk është i gatshëm për paqe. Dhe ky Rutte tash po mundohet me çdo mënyrë të mbulojë gabimin diplomatik të Zelenskit. Edhe Macroni në fakt të gjë tha, ne kemi rënë dakord amerikanët kanë rënë dakord, ne kemi rënë dakord. Vetëm Putinit duhet që e gjithë bota ta kuptojë që ai që s'bie dakord për disa gjëra është po se shpreh se këtu është gjithë problemi. Pra këta po ngren një ide e cila nuk ekziston. Pra, deri më tashmë plani i tyre është kundërshtuar nga Zelenski. Po, për Krimen. Ai që ka kundërshtuar planin është vetëm Zelenski, për momentin. Pra nuk kemi kundërshtim, s'kemi deklaratë nga ana e rusëve, nga ana e Putinit. Pra si mund themi që ai që kundërshton? Kanë kërkuar vetëm njojën e territoreve dhe kanë qenë dakord. Jo, nuk ka, jo, nuk kanë qenë dakord, është ajo shkrimi që ka bërë Sunday Telegraph dhe to që thonë që rusët e ka përgjinjëstruar Peskovi. Pra Peskovi ka dalë. Financial Times. Po edhe Financial Times ka përshkruar Peskovi që nuk aktualisht Rusia nuk ka marrë asnjë lloj vendimi dhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje Witkofit për këtë. Doli me deklaratë zyrtare, pra. Deklaratat e qartë mediave evropiane deri tani jemi te pika e ofertave që jemi te kjo pikë e ofertave, varet se si do të reagojë. Unë nuk besoj që ata rusët do ta pranojnë. Normalisht prandaj thashë duhet të loste Zelenski sepse pjesë e këtij plani ishte futja e forcave evropiane dhe normalisht që aty rusët kanë vënë vit kuqe, pra duhet të loste Zelenski në këtë lojë. Zelenski e dështoi planin, sepse nuk di të lozë diplomatikisht, pra nuk e ka haberin në kësaj pune. Ai është thjesht një aktor, po jo aktor diplomatik. Ai nuk pranon kapitullimin e Ukrainës. Po nuk është çështje kapitullimi. Nuk po çështje kapitullimi në këtë mes, pra nuk po diskutoj kapitullimin, nuk po diskutoj që në këtë marrëveshje e paqes që ishte ofruar nuk diskutoi as sasia e ushtarëve të Ukrainës që do të qëndronin, as sasia e armatimit. Nuk ishte pjesë e diskutimit. E qartë. Pra duke mos qenë pjesë e diskutimit, ti nuk mund thua që unë nuk e pranoj kapitullimin, ai doli tha unë nuk pranoj kapitullimin dhe nuk mund të tregoj Rusia se sa ushtarë do mbajmë neve. Po si ishte pjesë kjo? Pra të flasësh kuturu për atë çka nuk është pjesë, do të thonë që ti nuk merr vesh as çka flet, pra vazhdon të mbash një qendrim idiot. Ai duhet të qëndronte asaj, pra ajo marrëveshje që ka dalë, që e mbëndoi Sunday Telegraph dhe Telegrafi, nuk parashifte në asnjë pikë të saj diskutimin për çështje të trupave. Pra sa trupa duhet kishte Ukraina, sa ushtri duhet mbajë Ukraina, sa armatim duhet mbajë Ukraina. Nuk diskutohej kjo gjë. E qartë. Pra, është Zelenski po thua që po ja bën favor Trump, që ti themi asaj që absolutisht Zelenski po i bën një favor politik Trumpit në mënyrë që Trumpi ta përdori këtë, ta thash. Në të gjitha arsyet Trumpi këtu deli fituar, sepse në fund fare Trumpi mund thotë që ne u tentuam, ju ofruam palve dhe Ukraina nuk pranoi, Rusia s'pranoi, ne po tërhiqemi. Pra në atë që ne tashmë tërhiqemi nga kjo dhe le të merren evropianët me këtë punë. Pra në të gjitha pikët, në të gjitha pikët Trumpi deli fituar në këtë mes. Në të gjitha. E qartë. Ndërkohë, regjia duhet të kemi aty fotot e reagimeve të Trumpit, një për sa i përket Vladimir Putin dhe tjetra për sa i përket Rusisë. 5 rreshta ka shkruar për Putinin, Dritan dhe shikoj çka bërë për Volodymyr Zelenski. Pikërisht, prandaj thash, prandaj dhe kjo që ka bërë për Volodymyr Zelenski hedh poshtë deklaratat e Mark Rutte dhe deklaratën e Macronit. Pra i nxjerr blof Mark Rutte dhe Macronin.
Pra është Ukraina. Pra është Ukraina, së dërmë tashti Rusia nuk është shprehur. Pra Rusia nuk është shprehur fare aktualisht. Dhe ata thonë që dhe ata të dy thonë që Putini po refuzon. Kur nuk është shprehur, ti nga e di që po refuzon. Ai do refuzoj normalisht, ne da di sepse ai nuk pranon trupa evropiane në atje. Por nuk është shprehur. Nuk e fut absolutisht, pra deklarata e Trumpit nxjerr bllop edhe Macronin edhe Ruten. Pra do të thënë që aktualisht kemi që Trumpi po i përdor edhe evropianët, edhe Zelenskin, edhe Putinin, thjesht për përfitimin e tij ekonomik në radhë parë, pra në rast se do të ketë, dhe në radhë të dytë për përfitimin e tij politik. Pra, Dritan, nëse nuk do kemi një paqe, dhe nuk e di se si e shikon do kemi një paqe shpejt apo jo. Do të thotë, sipas Trumpit, kjo do ta zgjas the killing field, fushën e vrasjeve, dhe askush nuk e dëshiron këtë. Jemi shumë afër një dielli, por njeriu i cili është vendosur për ta luajtur këtë, duhet tani e ka fjalën për Zelenskin, duhet tani të marrë përsipër përgjegjësitë dhe ta realizojë. E para, pra, mezi po pres që t'i ndihmoj dhe Rusinë dhe Ukrainën që dalin nga kjo. Trumpi është duke lozur, është përfituesi i vetëm i gjithë kësaj katrahore është Trumpi. I gjithë kësaj. Nuk ka përfitues tjetër në këtë mes. Për momentin përfitues diplomatik, pra në këtë aspekt, të kësaj marrëveshje po flasim, jo në aspekt të luftës. Në aspekt të luftës përfituesit janë rusët. Po, në aspektin e kësaj që është ofruar tashmë është vetëm Trumpi. Unë do të dëshiroja dhe do mendoja që Zelenski të ishte edhe të loste edhe aktorin diplomatik. Pra në aspektin që të thoshte, okay, e heqim nga diskutimi krimen, dhe hajde ulemi flasim për gjithë gjërat e tjera. Pra heqim nga diskutimi krimen. Hiqeni nga kjo krimen, nuk diskutojmë për krimen tashtë, por deklaratat e tij që ne nuk do ta shohim, nuk do të, pra edhe po merr një qendrim. Pra nuk duhet të merrte një qendrim të prerë, duhet edhe ai të loste. Po ai nuk di të lozi. Tu është gjithë problemi. Nuk di apo po luan për interesa ai nuk di të lozi. Ai nuk di të lozi, sepse të luash për interesat të tjerëve në dëm të interesit të popullit tënd, do të thënë që ti nuk di të lozësh. Ai po los për interesat e tyre, po në dëm të interesave të Ukrainës, sepse kjo çfarë do të sjellë? Do të sjellë atë që Trumpi thotë, pra vazhdimësia e lufte. Do të sjellë rritjen e vrasjeve nga ana ukrainase, do të sjellë humbje më të madhe të territorit të Ukrainës dhe nesër kur të riunë, Ukraina do të jetë më e prekur. Andaj edhe sot kemi zëra si punë Klitschko, si punë tjerë që thonë, shiko, ta mbyllim pra të heqim dorë nga kjo në aspektin e kësaj, okay, ti ke këto territori, unë nuk të njoh juridikisht, faktikisht i mbaj dhe hajde ndërpresim luftën. Drita, sa afër jemi një paqe? Nuk ka paqe afër, nuk ka për të pasur paqe tashmë afër, ka edhe 2025 do mbyllet me luftime, nuk ka asnjë mundësi që palët të bien në ujdi për të mbyllur një paqe ose për të vendosur një armë pushim afatgjat, nuk ka për të pasur. Përgatitjet, pra edhe përgatitjet nga ana e Ukrainës, pra siç thash, ardhja e këtyre avionëve me armatim në këtë periudhë përgatitet për një ofensivë e cila mund të fillojë gjatë verës, pra me ofensivën gjatë verës, kjo e shtyn për arsye se në rast se Ukraina do të marrë një ofensivë e cila do zgjasë 2-3 muaj, minimale kjo ofensivë, aq sa duhet zgjasë normalisht, atëherë rusëve duhet të përgatisin një kundërofensivë në këto territore dhe mbrojtje e cila edhe atyre do ju zgjasë edhe 3-4 muaj tjerë, pra për erdhi fundi 2025-s dhe hym në 2026-s, pra 2025-a nuk mbyllet. Dhe pasi të harxojnë gjithë këto armatime, atëherë kur të harxojnë këto armatime në fund të 2025-s që nuk kanë më nga marrin armatime të këtë sasie dhe këtij niveli, pra që po marrin, sepse Evropa nuk ka kapacitete ta zëvendësojë Shtetet Bashkuara të Amerikës së Bashkuara, automatikisht do kemi dorëzim nga ana e Ukrainës, thotë hajde ulemi, hajde do kemi dorëzim terren, do kemi ulje dhe do i shkojmë brenda një periudhe 6 mujore drejt një paqe. Pra vetëm 2026 mund të flasim për arritjen e një armë pushimi, po jo për një paqe. Për arritjen e një armë pushimi afatgjat. Deri në 2026 nuk ka për të pasur as pushim as paqe. Deri në këtë ujëra. Ndërkohë, Dritan, shkojmë pak në linjen e mesme, do doja ta nisja me një deklaratë Netanyahu në fakt, i cili pak a shumë tha që e vendosi Izraelin pak a shumë si mburoj për Europën në raport me pretendimet e Iranit. Pra, e vendosi Izraelin si Ukraina. Pra, në një farë mënyrë e tha që një rrezik i madh, siç e pret Europën nga Rusia, e pret edhe nga Irani nëse juve do të vazhdoni të mos ta mbështesni. Rasti fjala vjen i kryeministit të Spanjës që ka anuluar blerjen e disa armatimeve nga një kompani izraelite, është një sinjal që Europa ka një Macron që ka shkuar në Egjipt etj.
Si e shikon këtë... Nuk është hera e parë që më falni Netanyahu këtë, e ka bërë këtë edhe kur në sulmin që bëri sulmin e fundit që bëri ndaj Iranit, edhe atëherë e vuri veten në të njëjtën pozitë si Ukraina, pra e krahasonte që ne po mbrojmë Evropën, ne po mbrojmë perëndimin, ne po mbrojmë kulturat e këto, por aktualisht duke qenë se është në pozita të këqija politike brenda vendit, i duhet patjetër ta riafirmoj veten si një shpëtimtar, pra ky është shpëtimtari. Si më them, ky është Skënderbeu. I kësaj pune. Pra dhe ky po mbron Evropën, nuk ka asnjë kërcënim dhe as ka pasur ndonjëherë Evropa kërcënim nga Irani, pra se e para është nuk është Irani, nuk është Rusia në asnjë lloj kapaciteti, pra as ushtarak, as diplomatik, as politik, atëra që të rrezikoj. E dyta, edhe nga ana gjeografike, Irani është diku të rreth 3000 kilometra larg Evropës, pra nuk ka asnjë kapacitet që të ndërhyjë dhe të jetë në kufit, nuk ka pasur asnjëherë prezencë iraniane në Evropë siç ka pasur prezencë ruse gjatë luftës së totë në gjysmën e Evropës dhe ka kontrolluar atë, pra nuk ekzistojnë të gjëra. Dhe i duhet totalisht të justifikoj, pra sepse dhe po e akuzon Evropën për shkak të këtij armatimi që u tha që nuk blen, për arsye se ky armatim nuk po përdoret në një luftë kundër Iranit. Nuk është se Izraeli është në luftë me Iranin. Jo, nuk po bën luftë me Iranin. Në gjendje lufte është, por nuk është duke bërë një luftë me Iranin. Dritar, nëse e humbim këtë betejë me Iranin, vendet perëndimore do të kenë radhën. E kemi thënë edhe një herë. E kemi thënë edhe një herë. Netanyahu dhe Izraeli, pra shteti fashist i Izraelit, po mundohet me të gjitha mënyrat dhe me të gjitha format që të pengoj çfarë do lloj marrëveshje të mundshme midis SBA-s dhe Iranit në Oman. Dhe po i përdor të gjitha format dhe mënyrat. Pra e para po përdor presionin diplomatik. Pra që Evropa të ngrihet dhe të mos i kërkojë, të mos e mbështesë Amerikën në këtë ndërmarrje që ka marrë në bisedime me Iranin. Po. Madje edhe kjo lufta me Heksethin thonë është nga që Hekset nuk do një luftë me Po shikoj janë ndarë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, administrata amerikane është ndarë në dy grupe, pra është një grup i cili vazhdon të mbështesë idiotësinë e nazizmit izraelit për luftë dhe është një grup i cili është kundra. Pra grupi që është kundra, në grupin që është kundra përfshihen ministri i mbrojtjes, pra Departamenti i Mbrojtjes. Prandaj po sulmohet, një nga arsyet që po shefja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare që është Tulsi Gabbard. Pra këta dy janë kundra. Dhe janë kundra për arsye se këta dy vinë nga ushtria. Pra këta janë njerëz me eksperiencë ushtarake. Pra kanë qenë oficer në ushtrinë amerikane dhe kanë njohuri ushtarake dhe e njohin realitetin dhe e kuptojnë kur generalit amerikanë ju japin briefing për arsye të ndryshme ushtarake, pra për kapacitetet e Iranit, për kapacitetet të tjera. Dhe e dinë dhe e kuptojnë më mirë, kurse një si Marco Rubio, i cili vazhdon të nguli këmbë, por është detyruar të zbatojë politikat e presidentit, pra është në grupin e njerëzve të cilët kërkojnë të sulmohet Irani, dhe ta zgjasojë Irani, nuk kupton asgjë nga ana e asaj çfarë mund të shpjegojë një ushtarak, se ka haberin. Prandaj këtu kemi një luftë të brendshme edhe midis brenda asaj. Dhe po kërkon të vendosi pra të prishë me çdo kusht dhe të ngrejë evropianët, të cilët nesër pse do t'i ngrejnë në këtë? Që çfarë lloj marrëveshje që të arrijë Amerika? Evropianët thonë ne nuk e njohim të marrëveshje. Pra që ti vërit duke mos e njohur këtë marrëveshje, pra që mos e njohin evropianët të marrëveshje, automatikisht të krijojë probleme dhe ta përdori agjencinë kombëtare, agjencinë ndërkombëtare atomike, e cila me bazë në Vjenë, për ta përdorur më nga ana politike, se ajo është me bazë evropiane, pra është evropiane ajo agjenci, nuk është amerikane, nuk merr pjesë Amerika në të, është evropiane, agjencia dhe ajo të përdoret nesër nga Evropa, që thotë që Irani po ka program bërthamor për bërjen e bombave. Pra arsyeja është që ta ngri dhe të shkojmë patjetër te lufta. Kjo është arsye pse kryediplomati absolutisht iranian do të vizitojë qytetet e Evropës. Do të vizitojë qytetet e Evropës për t'i bindur evropianët që ne nuk kemi. Pra të vazhdojnë marrëdhëniet siç mund t'i kenë pasur më përpara gjatë asaj marrëveshjes që nënshkroi Obama. Pra gjatë marrëveshjes me Obaman, vendet evropiane hoqën sanksionet dhe filluan blenin naftë dhe sende dhe ulët e çmimi i naftës. Dhe pati edhe rritje ekonomike në vendet evropiane. Në atë periudhë. Po, normalisht sepse merrte naftë me çmim të lirë, siç merrte gaz me çmim të lirë nga Rusia, merrte naftë me çmim të lirë nga Irani. Pra funksiononte në këtë aspekt. Ekonomia kjo është baza e saj. Po. Dhe e dyta, spanjollët e kanë ndërprerë për arsye se do të justifikojë pra
genocidin që është duke bërë me armët evropiane, sepse e kam thënë njëherë dhe përsëris, Izraeli nuk ka asnjë kapacitet prodhimi, pra nuk prodhon dot armë dhe municione për t'i përdorur në genocidin e tij në Gaza. I ka mbaruar të gjitha depot e tij. Dhe tashmë merr armatime nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e Evropës, dhe municione, bomba dhe fishek, edhe fishek nuk prodhon dot më. Nuk prodhon dot më as fishek. Po. Dhe këto i blen në Gjermani, i blen në Spanjë, i blen në Angli, pra i blen në këto. Dhe do të justifikoj përdorimin e këtij armatimi, sikur është për Iranin, ndërkohë që ky armatim që merrte dhe që merr deri më sot dhe që vazhdon të merr, nuk e ka për Iranin. Sepse bombat që blente dhe që do blente në Spanjë dhe fishekët e armëve që do blente në Spanjë nuk përdoren në Iran, po përdoren në Gaza për të vrarë palestinezët në Gaza, pra për genocidin. Dhe Spanja Europa thua po vendos jo Europa, Spanja, Gjermania vazhdon t'i japi.